A është kjo vajza e fshehtë e Putinit? Dalin detajet, ja si dhe kush e zbuloi identitetin e saj dhe ku po strehohet. Një nga figurat më të diskutueshme të ditëve të fundit në skenën kulturore franceze është një vajzë e re që punon si menaxhere e 2 galerive të njohura arti në Paris, por që mediat e pavarura dhe artistët në mërgim e identifikojnë si Elizaveta Vladimirovna Klinovogik, vajza e dyshuar e presidentit rus Vladimir Putin. Zbulimi ka shkaktuar polemika të mëdha në rrethin e artistëve që angazhohen kundër luftës në Ukrainë. Elizaveta, e njohur me pseudonimin Liza Rudnova, është menaxhere pranë Association L, që drejton 2 galeritë pariziene, Studio Albatros dhe L Gallery. Pikërisht këto galeri janë kthyer në hapësira ekspozimi për artistë rusë dhe ukrainas që janë shprehur kundër luftës në Ukrainë dhe regjimit të Kremlinit. Ky fakt për shumë vetë e bën të papranueshëm praninë e dikujt që dyshohet të jetë bij e një prej arkitektëve të luftës. Denoncimi i parë publik erdhi nga artistja ruse në mërgim, Nastya Rudinova, e cila përmes një postimi në Facebook rrëfeu se kishte dëgjuar zëra për identitetin e vërtetë të Liza Rudinovës. Ajo thotë se e kishte verifikuar këtë informacion përmes një takimi me presidentin e asociacionit L, Dmitri Dolinksi, i cili ishte pohuar se menaxherja quhej Elizaveta Rudnova, një emër që shumë media të pavarura e lidhnin me vajzën e fshehtë të Putinit. Sipas një hetimi të vitit 2020 nga platforma ruse investigative Projekt, Elizaveta ka lindur më 3 mars 2003 dhe është vajza e Svetlana Krivonogik, një ish pastruese nga Shën Peterburgu, që për një kohë të gjatë thuhet se ka qenë partnere intime e Vladimir Putinit. Që prej kësaj periudhe, Krivonogik është bërë pronare e restoranteve luksoze, aksionere në bankën Rosinja dhe zotëruese e pasurive të paluajtshme në Moskë dhe në ishullin Kameni, një pasuri e vlerësuar nga mediat në mbi $100 milion. Hetimet e mëparshme kanë zbuluar se Elizaveta përdor pseudonimin Rudnova që prej vitit 2010, një mbiemër që mund të jetë një homazh për mikun e ngushtë të Putinit, Oleg Rudnov, i vdekur në vitin 2015. Në vitin 2023, televizioni i Ukrainës, TSN, raportoi se Elizaveta studioi në ICART School of Management and Art në Paris, duke përdorur një pasaport me mbiemrin Rudnova, të njëjtën datë lindjeje dhe numër telefoni si Krivonogik.